Në datën 22 prill ka startuar festivali filmi ndërkombëtar për fëmijë, i cili titullohet Anifest dhe zhvillohet për herë të parë në ambientet e kinemas së qytetit të Gjirokastrës. Synimi i këtij festivali është që të shtrihet edhe më gjerë në të gjithë Shqipërinë. Ky event startoi në datën 22 dhe do të vazhdojë deri në datën 26 prill, ku do të shfaqen 58 filma me metrazh të shkurtër. Anifest shihet si një risi për adoleshentët dhe fëmijët. Bën të mundur kthimin e magjisë së filmit në qytetin e Gjirokastrës. Një magji e cila i ka munguar këtij qyteti për 2 dekada rresht. Gjithashtu do të doja të falenderoja shumë edhe Bashkinë e Qytetit Gjirokastër, e cila mbështet çdo nismë që ka të bëjë me edukimin artistik, kulturor dhe qytetar të fëmijëve tanë. Bashkia e Gjirokastrës u përgjigj kërkesës organizatorëve të filmit për fëmijë dhe adoleshent dhe mori përsipër financimin e këtij filmi duke menduar që ta kthej këtë në një festë të përbitshme për fëmijët. Doja të thosha që ky është një aset i munguar për Gjirokastrën, sepse nuk ka 2 dekada, por ka 3 dekada që në vitin 1985 kur është prishur Pallati i Kulturës dhe Kinemaja, që në qytetin e Gjirokastrës nuk jepen filma. Dhe besoj se me këtë po riparojmë një gabim në vite. Me dashur që në krijimtarin tonë krahas fëmijëve dhe të qyteteve të tjera, do ndonin që edhe në qytetin e Gjirokasтрës të sillnin këtë atmosferë dhe këtë krijimtari që u përket fëmijëve, duke parë edhe mangësitë e mëdha që ka pasur kinematografia shqiptare gjatë këtyre viteve për sa i përket prodhimit të filmave për fëmijë. Natyrisht, për fat keq ne nuk kemi këtë prodhim shqiptar, por i munduar që këtë ta kompensojmë me prodhimet e huaja ndërkombëtare, pasi në kohën që jetojmë, do të them që problemet e fëmijëve, problemet e kësaj shoqërie, që po mundohemi ndërtojmë sot, që ta quajmë me disa emra, po që po e marrim si shoqëri në tranzicion, ka të njëjta probleme që ka edhe shoqëria shqiptare. Kështu që mendojmë që filmat që ne kemi përzgjedhur, janë filmat të cilët pasqyrojnë fare mirë jetën, botën, problemet e jo vetëm familjeve të qyteteve në Shqipëri, po edhe të fshatrave.